Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Ju përshëndes nga studio emisionit Me Zemër të Hapur, si çdo mesditë në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Ditën e sotme rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet e emisionit Me Zemër të Hapur dhe po të mbani mend me 11 mars të vitit 2024 në këtë studio është rrëfyer një zonjë 56 vjeçare. Aktualisht, 2 vite më parë ka qenë 54 vjeçe dhe ka treguar kalvarin e gjatë të një problematike që ka shoqëruar martesën 1 vjeçare të djalit të saj. 2 vite fejes, 1 vit martesë, lindi një fëmijë e cila sot aktualisht është 3 vjeç e gjysmë. Ka zhvillime nga historia e zonjës Lindita, e cila 2 vite më parë ka qenë pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur. Për më shumë dishni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe kënaqësia është që zonja Lindita nuk flet më drejt për së drejti nga banesa e saj që asa kohë kishte bashortin e smur dhe duhet të ishte në një lidhje telefonike, por kam kënaqësinë ta kem në studio ditën e sotme. Do t'tregojmë ngjarjet e fundit që ka ndodhur nga Spitali i Durrësit. Ajo pretendon se është marrë dhe nuk dihet se ku është mbesa e saj 3 vjeç e gjysmë, edhe pse gjykata pothuajse ka përfunduar tashmë zgjedhjen e martesës. Pritet me padurim kujdestaria se kujt do t'i mbetet, nënës apo babai djalit të zonjës Lindita. Të gjitha këto do të diskutohen ditën e sotme në studio, fillimisht materiali. Historia që do të trajtohet ditën e sotme e ka zanafillën vite më parë, në kohën kur djali një 56 vjeçareje vendosi të martohej dhe të krijonte familjen e tij. Në rrëfimin e saj për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, asaj kohe ajo rrëfeu se marrëdhënia mes djalit dhe nusës nuk ishte qenë asnjëherë e qetë dhe se tensionet kanë qenë të pranishme që në fillim të martesës. Sipas saj, nusja nuk ishte marrëdhënie të mira as me bashortin dhe as me vjerrën. 56 vjeçaria asaj kohe në studio u shpreh se edhe pse djali kishte krijuar familjen e tij, ai vazhdonte të mbante mbi supe përgjegjësitë kryesore për familjen dhe të përpiqej të mbante gjithçka në këmbë. Por situata asaj kohe u përkeqësua në momentin kur familjarët e nusës ndërhynë dhe e morën atë me fortë, duke larguar nga bashorti. Ajo rrëfeu gjithashtu se djali i saj asaj kohe nuk kishte mundësi të takonte apo të shikonte fëmijën e tij, pasi familja e nusës nuk e lejonte një gjë të tillë. Për më tepër, 56 vjeçaria tregoi se edhe marrëdhëniet mes krushve kanë qenë të tensionuara, duke pretenduar se në familjen e tyre ka pasur episode dhune, pasi sipas saj krushku ushtronte dhunë ndaj bashortes së tij. Pas emisionit, babai filloi të atakonte rregullisht vajzën, ndërkohë që kjo histori, edhe pse kanë kaluar disa vite, ka marrë zhvillime të reja. Gjyshi i fëmijës nga ana e babait ka ndërruar jetë, dhe sipas familjarëve një nga dhimbjet më të mëdha që rëndoi ishte pikërisht mungesa e mbesës së tij, të cilën nuk arriti ta takonte. Sot voglushja është 3 vjeç e gjysmë dhe vazhdon të qëndrojë pranë familjes së nënës, por gjyshja nga ana e babait pretendon se kushtet në të cilat po rritet fëmia janë tepër të vështira. E tregon se familja e saj është përfshirë në një betejë ligjore për kujdestarinë e të miturës, me qëllim që t'i ofrojnë kushte më të mira jetese dhe mundësinë për të ndjekur edhe kopshtin si çdo fëmijë moshës së saj. Sipas rrëfimit të saj, nëna e fëmijës kalon pjesën më të madhe të kohës në punë dhe nuk kujdeset drejt për të, duke e lënë shpesh në përkujdese prindve të saj. E pretendon se ambienti ku rritet voglushja është problematik, duke akuzuar babain e nusës për përdorim të alkoolit dhe duke thënë se në atë familje përdoret një gjuhë e papërshtatshme për praninë e një fëmije. Një histori e mbushur me akuza, dhimbje dhe një betejë që tashmë është vendosur edhe në dyert e drejtësisë, ndërsa në qendër të saj mbetet fati një fëmije të mitur. Ndiqni rrëfimin. Me të gjitha këto zhvillime që prezantojnë në insertin e saj kolegja Anila Akmataj, do të jemi ditën e sotme, por dua ta përshëndes zonjën Lindita, e cila 2 vite më parë nuk e pati mundësinë të ishte prezent fizikisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, pasi unë e përmenda edhe në fillimin e emisionit, asa kohë kishte bashortin e saj shumë të smur dhe tashmë gjyshi i
mbesës ka ndruar jetë dhe t'i japim ngushëllimet e drejt për drejta zonjës Lindita. Zonja Lindita, përshëndetje, mirë se erdhe. Ngushëllimet e mia për humbje në bashortit, një moment shumë i vështirë që po kaloni ti dhe djali, por edhe me brengën e madhe të zotërisë që mbesa e ti nuk do ishte më si dikur prezente në familjen tuaj, por nëna e mori dhe familjarët e saj nuk e lejuan për shumë kohë t'ju takonin ju si gjyshër, por mbi të gjitha babain e saj. Do t'a jap me njerë fjalën, më lërë të prezantoj edhe panelin përballë meje dhe në krahun tënd, Sara Demrozi, avokatja jonë, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Në krahun e Sarës, avokatës, si gjithmonë Eksena Qirici, psikologja jonë e përhershme ndër vite, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit edhe. Atëherë, zonja Shpresa, dua të di diçka në lidhje me humbjen e jetës së bashortit, pra ka shumë të reja kjo histori, sepse ditët e fundit të zhvilluar edhe një ngjarje në spitalin e Durrësit, do ndalojmë aty, por do t'ja rikujtojmë edhe një herë teleshikuesve se çfarë ka ndodhur në jetën e djalit, 2 vite fejes, 1 vit martes, lindi mbesa juaj që vetëm në korrik apo në qershor të këtij viti. Qershor ajo bën 4 vjeç, apo jo? Mirë. Çfarë ndodhi me bashortin tuaj? Ratë parë ju përshëndes shumë. Faleminderit. Dhe ju falenderoj shumë stafin juve të gjithëve. Faljush, mua më keni dhënë një ndihmë shumë të madhe. Shumë. Ne kemi bërë detyrë. Për mua, flas për mua, është një nder shumë i madh. Faleminderit. Që unë kisha bashkëshortin të sëmur dhe mas 7 muajve e ka parë 2 herë, jo më tepër. Pra, mbas 7 muajve që nusja vendosi të largohet nga bashorti i saj, nga djali yt. U largua. Edhe pse në shtratin e vdekjes ai e pa vetëm 2 herë mbesa. 2 herë. Masi e solla në shtëpi nga spitali dhe faljush unë arrita t'ja bit ta shikoj 2 herë. Vetëm 2 herë në 7 muaj. Po pak është, ti na falenderon, po shumë pak. Në mars sa i doli nga spitali. Në mars me 11 ne kemi bërë emisionin. Dhe pranaj kërkova emisionin dhe s'pata mundësi që të vija këtu. E di. Se e lash e kisha gjendje të rëndë. E di. Por prap jam e kënaqur që e pa dhe 2 herë të paktën. Kush ishte hera e fundit? Hera fundit që e takoj ishte ditë mërkure që morëm me anë të policisë të zonës Manzës. Vetëm policia duhet ishte pranishme se nëpërmjet jush, se po mos t'ishit juve, nuk kishte bë asgjë. Edhe nuk do, akoma s'është zbardh vendimi, ne nuk do ta shikonim akoma atë gocë. Por fal jush që ngritit zonin policisë Tiranës dhe policia Tiranës ngriti Durrësin. Dua të ndaloj pak tek bashorti yt i ndjer. Besoj pengu më i madh i tij është në këto 7 muaj. Ajo ishte vetëm vajza dhe ai vdekja e tij erdhi vetëm për atë mbesë. Në momentin që ndjeri ndroi jetë, arrite ndoshta të flisje me ishnusën tënde? Jo, fare. Mësuan ata që... Ishnusja ime nuk ka folur dhe nuk e kam mend me fol. Tash i kohët e fundit mund të ketë një 2 muaj që komunikon, as 2 muaj jo, 1 muaj pothuajse, komunikon pak fare me mua në telefon për fëmijën, mbasi unë kam kërkuar dhe djali kemi kërkuar në socialin e Suktit, që në mes të dyve të kenë një kuptim për fëmijën. Dhe kemi arritur me fjalë pak 1 muaj mund të ketë diçka të tillë, që komunikojmë pak. E kuptoj. Mirë, do ndalojmë pikërisht këtu që duhet ndërhyrje shërbimit sociale, punojëses sociale të Bashkisë së Manzës, që ju të arrini një mirë kuptim, duhet i drejtojnë institucioneve që ajo në fakt të bindet të ketë një raport të mirë si me ishburrin, si edhe me ty. Ndalojmë pak për t'ja rikujtuar edhe një publikut 2 vite fejes dhe 1 vit martes. Çfarë ndodhi në këto 3 vite? Ndodhi një që mos t'i ndodh kërkujt fati djalit tim. Ai drejti s'pas ka drejtësi për drejtin. Në kohën që djali im u feju, bërën fejesën si gjithë tjerët, me mirë kuptim. Me shkuesi, me dashuri, çfarë ndodhi? Thjesht një mblesëri e fshatit, një fjalë. Asgjë më tepër s'ishte.
Por dy familjet tona, vjera ime me gjyshin e asaj, u njifshin kohë për para. Dhe kjo na rreu me një na gënjeu mendja që të shkonim te kjo familje. Mirë, po unë me thënë drejtën kam punu të shkolla, shitsa aty për jashtë, dhe nuk kam pas shumë mundësi që të shkoja të interesohesha se kush është kjo familje. Mirë, po pak goca tanë se ka dhe fëmijë tjerë, i ka të mirë tanë. Por kur vite problemi ki jati, ndalon të diçka. Dhe mbrapa unë e zbulova se kush ishte jati, kush ishte nëna. Pra, ju thoni që prindrit e nusës ndërhynin shumë në marrëdhënien me djalin tënd. Shumë. Donin vetëm që të bëheshin komandant në shtëpi të huaj. Ishin mësuar komandant në shtëpi vet, bëheshin komandant, po pa u shpreh. Komandant pa u shpreh. Se çfarë kërkonin, që do thotë vetëm me të bien me telefona. Mbrapa kurrizit ton. Dhe ne nuk kuptonim asgjë se çfarë ishte duke u bë. Ka qenë një rast që u zbulu më shumë, ishte ditë Barami. Nusja seftën e parë duke festu ke bashkëshorti, ke familja vet. Babaja saj merr djalin tim telefon edhe kërcënon dhe dhunon dhe me fjalor të pist. E dhunon psikologjikisht? Psikologjikisht, në telefon. I thot më bjerë vajzën dhe më mungon vajza. Dhe djali shtanget, se nuk është tip që është kështu, është shumë i qetë, shumë nuk kemi kështu që flasim, kupton? Dhe shkonja kalon bashkëshortes telefonin vesh. Ajo kur e ngjon, edhe i thot tjati që edhe këtu s'më le rehat, thot, edhe shkon të gdhoma vet atje, ullet dhe qanë me denes. Atëherë të unë kuptova që diçka kanë mes babës dhe të bijes, që i thot edhe këtu s'më le rehat. E marrë telefonin unë. Çfarë mund të kishte? E marrë telefonin unë edhe i them, si e, kur flasë unë, a i bjen, nuk fol as i fjalë më. I thash, ç'ke që mërzitesh, të marojmë këtu dhe ne do vim, do ta lej bilenusën atje. Ma mbylli telefonin, pa mu përgjigja si gjo, as me thënë një fjalë, vetëm trak ma mbylli. As urim Bajrami? E festum Bajrami të shtëpia jonë, pas festum as si gjo më shumë lot derdhëm. Jo, ku dole ti në telefon, të paktën si krush? Fare, a i s'reagoj fare, ma mbylli telefonin, në minigjoj dhe ma mbylli. Mirë, ndalem pak se dua ta sqaroj këtë. As këtu nuk më le rehat dhe ti mendove se diçka midis babait dhe vajzës kishte diçka. Çfarë? Ka diçka. Do të thotë, për mendimin tim, nga jo kohë dhe deri tashti, do të thotë që ai e dhunon diçka këte. Jo vetëm këte, po dhe familjarët e tjerë mrena shtëpisë. Pra, me fjalë, jep diçka urdhër dhe urdhri duhet zbatu. Si të thot ai? Edhe se nuk është në shtëpi vetë që se ka. Autoritar, është autoritar. Kështu i bjen. Me fjalë, unë s'po shpjegoj pse ka këte, dhe akoma vazhdon ta ketë këte. Vazhdon ta ketë akoma. Dhe nuk del nga një herë s'ken vetë, e uzon ish bashkëshortën e vetë, dhe bashkëshortja vetë ashtin këtë kohë që jemi, vazhdon ajo lojën e ati. Tashi, jam shumë e lodhur. Mirë una, mirë djali, që s'polim zyra, nuk e di që atë them, por fëmin, problemi është te fëmija e vogël. Unë dhe djali luftojmë vetëm për atë mbesën e vogël. Atje kur rritet fëmija nuk ka kushte, ka vetëm 2 dhoma të vogla, pa kushte. Fëmija akoma 4 vjeç për mush, ma lidh fëmin djep. Nusja, unë nuk e dija. Tashti një muj ka që kemi fillu pak muhabet në telefon, me fjalë kështu vetëm me të shkrujtme, se me dal në telefon jo, edhe kishte një rast tash shumë shpejt, kishte gjyshin të sëmur. Nusja, nga ana nënës. Kishte gjyshin edhe më thot mua do ta marr gocën thot me vete. Se i kishte pak larg në Fushkruj. Do ta marrësh tim thot mua, i thash unë vije marrun thash unë, por nga ora 1 se kam një vizitë time në Durrës, se kam datën e përnotuar, vije marrun. Edhe ajo thot jo lere se e marr me vete. Tash ti unë vite keq se ishte edhe shumë ftoft atë ditë. Dhe unë kthehem shpejt dhe i them djalit, i ke mere gocën, se nuk e qoja djalin tim as njëherë vetëm, për arsye se nga momentin moment, kryoshin konflikt. Me fjalë bashkëshortja e nëna e kësaj nusës, e jep të fëmin, dhe e merr të fëmin. Dhe nga momentin shkakton të konflikt. Për shembull, gjithmonë gocën e ka marrë me grip, me koll, dhe kur i thot djali, ku është nëna e fëmis, mund t'ja lesh të porosin, ajo i përgjigjet çfarë të duhet ty, Vjosana. Tash ajo është nëna fëmis, ajo duhet. Nuk më duhesh ti si gjyshe. Asun jo. Ama
nuk përgjigjen si duhen. Gjithmonë krijojnë konfliktin, gjithmonë e manipulojnë konfliktin dhe kur shkojmë në për zyrat shtetërore, si te policia, si te sociali, na i hudhin gjithmonë fajin neve. Me fjalë e bëjnë atë dhe na i hudhin neve gjithmonë. Jam shumë e lodhur me këtë situatë. Shumë e lodhur. Mirë, babai Krushku juaj, babai i nusës, ish nusës tashmë, se ju e keni mbaruar pothuajse vetëm zbardhet vendimi i gjykatës për zgjidhjen e martesës dhe kujt do t'i vendoset kujdestaria, është vetëm për t'u zbardhur ky vendim, me sa duket kujdestaria edhe për shkak se është vajzë dhe për shkak të moshës. Nëna është minorene, po patjetër. Do doja të dija, Krushku juaj si e ka pritur ndarjen, ikjen nga bashkëshorti, nga djali juaj, dhe vajtja në shtëpinë e tij së bashku me një fëmijë. Atëherë, pyetja ime, nëse është një prind kaq autoritar që ndërhyn në jetën e vajzës, pse e martoi këtë vajzë? Dhe aq më tepër e martoi, por tani ajo është kthyer bashkë edhe me një fëmijë. Ai nuk mund të bëhet dot mund të luaj rolin si gjysh, siç do ta luani edhe ju, por nuk mund të jetë kujdestari i mbesës. Nuk mundet ai të bëhet babai i fëmijës kur fëmia goca e ka babën gjallë. Pse duhet ndërhysh ti në çdo situatë? Po ti thua që komandon shumë të bijën. Si e priti pra divorcin? Se unë nuk di që ndonjë prind jetë shumë i kënaqur me divorcin. Ai e shkatroi vet, jo e priti, pa i erdhi e shkatroi vet në shtëpi. E shkatroi vet. Në fshatin ton, njërën tjetrën në gocë tjetër, donte ta lidhte me një në fshatin tim. Dhe s'kishte si të merrte informacione, e fuste gocën që nusen që kisha unë. Kupton? Këtu ishte problemi që ai filloi pak lëvizjet me telefon mrapa krave neve për punë të veta. Dhe një moment nuk di as veta si gjo. Ka ardhë mrena në shtëpi me forcë, me gjithë bashkëshortën, me gocën, dhe bëri debat atë ditë aty. Nuk e dija çka kishte ndodhur, ne ishim shumë të qetë në shtëpi. Ishim shumë të qetë. Djali me nusë shkonte për ditën punë. Unë edhe burri, ma ishim fëmijë, bëjshim punë të shtëpisë, drekën, gjitha i bëjshim neve. Ishim shumë të qetë. S'kishim absolutisht asnjë gjë. Bile të pyesësh gjithë katunin se si ka kalu kjo familje, aq mirë që janë çudit gjithë çapati. Dhe ky me atë forcë, ai pin pak, është pak alkolist drejt. Ai pa alkol nuk rrin më në shtëpi. Kam thënë unë, pranaj kam marrë këtë emision, që të them çdo gjë vërtetën dhe realitetin. Që nesër mbesa ime po jeton aty. Nuk kuptoj. Kjo është problemi më i madh, se vjen të urrit, ajo është vajzë, situata varet si shkoj, nëna s'ka kujdesje fare, nuk ka forcë, se forcën e ka jati, e ka nëna. Kupton, dhe këtu është problemi më i madh që fëmia e vogël po jeton atje. Kushte nuk ka. Akoma ma lidh në djep. Higjiena absolutisht fare. Higjiena, pastërtia, fare. E ka marrë me thoj, më falë për shprej, ka marrë me parazit në kokë. E kam kokën ja kishin bërë gjak. E marrë me koll, e marrë me grip, e marrë me roba të pista, e marrë me roba të ngjeshura kotëm kotë, e marrë me roba të kështu të shkurtra. E ke denoncuar pa pastërtinë e mbesës dhe mënyra se si po rritet tek shërbimi social në njësinë administrative? Po, i kam denoncuar. E kanë parë ata se kjo është... Ato, çfarë bëhet ke neve? Unë kam tërgu gjithë shka, si që po tërgoj tash në këtë moment. Kam tërgu ke policia Manzës, ke sociali i Suktit, ke sociali i Durrësit. Në të tre zyrat nuk kam lë zyrë pareshtur që ta mbroja të fëmijë. Ajo goca vogël, me fol, po shkon 4 vjeçe, nuk din të flasi për moshën që ka si që flasin moshatarët e saj. 1. Vajza vogël është shumë e dobët, 10 kile, rob, e dobët me pa, se nuk ushqehet mirë. Mund t'i blej një panine, një patetin, një çokoladë, nuk jeton fëmia kështu. Mirë, të lutem, zonja Lindita, jam dakord sepse edhe teksa mora telefonin tuaj celular për të ulur zërin dhe për të bërë ato para përgatitjet për para se të hynim transmetim, unë pash pa dashjen time disa foto të cilat në fakt ishin nga shkëmbimi i juaj me ishnusa. Dhe në ato foto, me thënë të drejtën, ti nuk e di, po ta them tani, unë u trondita. Janë foto të bëra nga ty, apo janë foto të bëra nga ajo? Fotografimi i një fëmije në atë gjendje është skandaloze. I kam bërru që kam qenë spital që ti të shkosh në shërbimin social të Durrësit, dhe Durrësi jemi me njëherë mbas ngjarjes që ka ndodhur pak kohë më parë me 4 fëmijët që po gjyshja i gjeti në ato pamje që u shpërndan me njëherë nga mediat, jo nga gjyshja,
por nga punojësit që kanë shkuar atje, dhe këtë e them sepse gjyshja nuk ka absolutisht asnjë filmim në telefonin e saj, dhe të veproj me të gjitha provat që ju i keni çuar. Shumë prova kam çuar. Jo siç vepruan me 4 fëmijët që u gjetën në banesë në mënyrë të tmerrshme, unë këtë gjë nuk arri edhe ta kuptoj sot. Në paktën nga komunikimi që ti kishe në WhatsApp me ishnusen edhe me ty. Unë pash foto skandaloze, nuk e di do më thënë. Dhe këto të mos vije në lëvizje ku një fëmijë ka të tilla parametra që ju i thoni, diskutojmë vetëm pas pak se ka një ngjarje të ditëve të fundit në spitalin dhe në urgjencën e Durrësit. Kjo gjë të ka bërë ty të ngresh zërin, çfarë ka ndodhur në këtë spital, si është marrë fëmia, sa je kujdesur ti ato ditë, i themi më njëherë pas pak, por do të më duhet ditën e sotme të kemi edhe një ballavaçim me nënën e fëmijës 3 vjeç e gjysmë me ishnusen tënde. Fillimisht publiciteti i parë. Mirë, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë pas hapësirës së parë publicitare, siç po e ndiqni. Në fakt, ka diskutime për shkak të asaj çfarë u tha në fundin e pjesës së parë, midis avokates, midis psikologes, për të kuptuar më tepër funksionin e shërbimit social si në Manës, ashtu edhe në Durrës, në Sukth. Të paktën në Sukth edhe në Durrës. Thash edhe një herë, fotot që unë kam parë, nga komunikimi me ishnusa nuk di çfarë të them. Në qoftë se ti thua ka parazit, ka infeksione, ishte shtrimi në spital dhe do flasim për incidentin çfarë ndodhi në spitalin e Durrësit. Mund të më thuash, Lindit, janë marrë ndonjëherë masa? Nga shërbimi social i Sukthit, Po? nuk më kishte ra rasti ndonjëherë, por erdhi dhe radha ime që të vuaj e të shikoj situatën, kush është sociali, se se disha emrin social, nuk e dija. Ato kanë shkuar në banesa, sa herë që unë kam ngrejt zonin, ata po thuj se them fjallën detyru unë, se vetë si shërbim, jo, pa thënë una, pa e bo alarmante unë njësinë e Sukthit aty. Në një farë mënyrë duke kërcënuar, dalje në media, vajtje në polici, edhe do vazhdoj, dhe do të vazhdoj, dhe do të vazhdoj. I kam thënë, kam shku ke emisioni me zemër të hapur, më zhdën fëmija njëherë në javë, se ndryshe nuk do ki, akoma unë do risha pa fëmin. Me fjalë fali jush, unë mora fëmin me pa, jo unë, po i jatisht. Po, dhe çështja është tjetër gjë. Tashi tjetër gjë, vazhdon higjiena, kushtet, çdo gjë keq. Lajmëroj socialin, shkojnë për të parë, dhe me sa kuptoj unë, deri sot, në gjithë të lëvizjet, socialitim, më shumë i dhimbset nusja, si figurë, se është tipe urtë e shkëshu, se sa fëmija që vuan. Këtë kam kuptu deri të shi. Ke quar prova të cilat unë i pash rastësisht, se ti kishë ndërmend të mi vjen dispozicion. Prandaj po e ngre zërin. Ti nuk ka shua si gjove, se ma ty ke nusja për të që kam quar. Janë foto të cilat unë në publicitetin e 2 do t'ja tregojmë edhe të ftuarave. Është rasti spitalit i fundit që ke pa ato foto ti. Po kam shumë edhe shumë foto që tu, o Zot, ku është sociali Durrësit, ku është sociali Sukthit, si që ndrojnë I ka këto prova? I kanë shërbimi social? Të gjithë i kanë, të gjithë. I kanë gjdo informacion. Po çfarë justifikimi t'i japin? Justifikimin japin këte. Me rasti që ishte smur goca tani, ditë mërkure, shkoj me marrë neve, edhe gjyshja, nëna e nusës, e nxjerrët gjithmonë. Na i nxorri me temperaturë, më përpara, 2 herë më përpara, kishte koll, kishte grip, i thash, keni kujdes, i shkuj nusës në telefon, që kishim pa komunikim këshu, i thash, keni kujdes, vizitojni fëmin, thash, a i kolli nuk kalën kollaj, thash, do filloj diçka më tepër mrena. E kemi vizitu. Gjithmonë neglizhencë, njëherë të shkosh në ambulancën ku jeton, nuk ka një vizit. Po mos ta qoj unë, nuk e njifte doktori, as kërkush nuk e njifte atë fëmi. Po nuk ballafaqohet pikërisht mjeku familjes me shërbime social? Unë nuk di, këte nuk e di. Nuk e di këte. Se shkoj interesohet, në qoftë se ajo nuk ka bërë një vizitë, dhe ty pas ka dënjuar ka thonë e kemi vizituar, të paktën mjeku familjes të njeh ty, dhe nuk një nënën e fëmijës edhe pse ka kohë e divorcuar. Më përpara në atë zonë, kur ka qenë goca aty, ka qenë një doktoresh tjetër dhe një infermiere. Në kohën që do bënte vaksina, që ishte në mosha, nuk e vende ujtë i zjarë nusja ime fare. Ama unë, me doktoreshën e fshatit tim Rushkull, se i banonte aty goca, në lidhje me ato kemi bërë vaksinën. Me fjalë, në përmjet doktoreshës time në Rushkull, ajo
kontakt me ato u bë vaksina. Dhe çfarë bëhet sociali? Unë i kam në lëvizit gjithë, çfarë bëhet sociali tashti? Shkon atje, goca përpara i kishte hëngër një miskojnë, tip alergjike, edhe kontaktoj me doktoreshën unë. Më thotë sociali mu goca kishte qenë me kollë, me ftofja në ikni. Thash unë jo, nuk ka pas ftofje, goca. Goca kishte vetëm pak alergji, me fjalë nga miskonja. Unë ja bleva mjekimin dhe ja dhash me vete. Gjithmonë irrigati, me ushqim, me veshmathje, me mjekim, me vizita, jam vetëm unë dhe djali im. Lindita, kur i bën të gjitha këto gjëra, që për kujdesi, si ka mundësi 3 vjeç e gjysmë ajo peshon 10 kg? Unë e marr një herë në javë, nuk e këse kam për ditë, se po ta kem për ditë është ndryshe. Një herë në javë, sado që të japë, nuk ushqehet me duke qenë se kila. është në përfundim, vetëm nuk është zbardhur vendimi dhe ti absolutisht the që vajza në fakt duhet të rri me nënën edhe për shkak të moshës. Dhe më vjen mirë se shpeshherë zonjat e tjera të cilat i kam në studio edhe kundërshtojnë, po mua më vjen mirë që kam një zonjë të tillë. Atëherë, të gjitha këto gjëra i keni biseduar djali yt me psikologen e cila ka bërë vlerësimin gjatë procesit zgjedhjes martesës? Pra, ajo është në dieni, është shkruar në raport, thua ti? Është shkruar diçka në raport, por nuk është shkruar. Jo diçka, se tani këto që thua ti janë shumë të rënda. Nuk është shkruar siç është e vërteta, se nusja ka thënë që ku banoj ke babai, më ka lënë babai një dhomë. Ku gënjen, nuk është dhoma që i ka lënë babai, që ka kushte, gënjen. Unë po them tek problemet, tek higjiena e fëmijës, tek kequshqyera e fëmijës, tek neglizhenca ndaj fëmijës, janë shkruar në raportin e vlerësimit? Është shkruar që ka nevojë për lëkopet se është mbrapa me gjuhën. Ka shkruar që duhet të shkojë në kopësht, ka shkruar që duhet të rri më pranë babait. Qartë. Kupton? Më pranë duhet të rri ke babai. Të merret në 4 herë në javë, nga e premtja në të diel. Me fjalë, figura babai duhet jetë më e afërt, se i morin takime dhe nusën dhe djalin dhe pa që vajza është shumë e afruar me tjatin. Është shumë ashtu me fjalë aktive, është rrin më afërt me fjalë. Çfarë ndodhi përpara disa ditësh në spitalin e Durrësit? Pas sociali tash shkon atje te shtëpia, edhe gjithmonë shikon, i ka bërë një foto një herë gocës, tak, edhe ma qonë mua, ishim thot. Me fjalë, çdo herë që shkon ke Vanesa, realiteti në moment që shkon dhe çfarë konkluzionin nxjerr nuk më tregon. Mrapa, pastaj avash, kur unë e ngacmoj me të drejtën për shqetësimin që kam, më çoi një herë një foto. Foto ishte skandal. Unë i thoja gjithmonë, ama kur ma pruri foto, thash, kjo foto të duket mirë ty kjo gocë? Kjo është tu falimentu si fëmijë, thashun, me çfarë bëni thashun? Tani ne e marrim një herë në javë. Kam shku të mërkurën, javën që kaloi. Më përpara i thash nusës që ke kujdes se fëmia ke me koll me grip, nuk është mirë. Dhe shkoj situata më keq, shko vizitoj, më thuj çaj ilaçi don ta blej unë. Vetëm pa vizitë mos e le. Kur shkojmë të mërkurë, nusja ishte në punë. A ishte mrena në shtëpi, këtë nuk e di se nuk pash gjë. Ama dhe ajo ishte shumë e smur, me një koll shumë e smur ishte dhe ajo. Dhe del gjyshja, ja jep djalit gocën. E ka një copë rrugicë me thënë drejten, se unë gjithmonë kur shkoni me marrë afër shtëpis, i ati, doli, tentoj për mira djalit tim, dhe unë trak dola unë u shkput ai, dhe kapi grunë e vetë këtu, edhe shtyvi me forë se futi mren me fëmijë krah. Me fjalë, Vjera ishte me fëmijë krah, ai pse su kap me djalin tim, se dola unë kështu që isha mbrapa, e kapi atë nusën e vetë, edhe futi mren në shtëpi me fëmijë krah. Dhe mrova socialin. Kjo është dhuni, thashuna. Ajo me fëmijën krah tash, kjo është dhunë. Nuk më duhet familja, më duhet fëmija që po... Aty më rina bojnë biseda, gjona, se domat vogla kanë. Fëmija i digjon, nuk është e qetë, për menimin tim, nuk e di, shala jarë u zoti menjen, se stresi fëmija ka që e vogël, nuk është mirë. Dhe ku shku morën fëmijën e 4 rrugisën, thashun me polici, dhe me socialin, me policin më shumë, i kam thënë nuk shkoj më do të ke dera, se nuk dela, ke pragu mrena, kryohet konfliktit e shuna. Ka mundësi të dali në gjatë në rrugë, është pak një rrugis kështu pak. Edhe e lam që dali aty. Në të mërkurën që morëm gocën, nga jo rruga, deri aty kur erdi, goca mraft pika me 20, 39, 4 vija. Me 20 po thujse, dhe gjyshja vetë jo me marrë në krah fëmin, e dinte që ishte me temperaturë, jo me marrë në krah fëmin, po e lente duke hecur vetë. Dhe unë nga makina nuk zbrita, e të e shoqeru të e pa,
Ajo nuk reagoj mas babës vetë si reagon të herë tjera. Nuk reagoj. Po shumë normale, me ato lloj temperatura. Aty e kuptova direkt, paska diçka. Djali mori gocën, ma dha mu krah, thash hajde moj ke nona, ajo ishte put pet, e putun, po dishte, thash goca ka temperaturi, thash djali tim, shpejt shkojmë ta vizitojmë. Aty shkova te ambulanca që është afër aty, e pa i doktorin, i vuni termometrin, e peshoj, shumë e dobët, tha, shumë e dobët. Aty ke kjo ambulanca, e kam qu dhe 2-3 herë tjera, e kam vizitu, e kam ashu. Tha, më thot mu shko, thot urgjent, thot, meri të mjekim, thot, ma mushi recetën, nda i lachin për kohë, kishte një kohë që nuk i pushon të 1 sekundë, temperatura po dishte goca 5 fare. Meri shpejta vazhdoja shërupin e temperaturës. Në ato momente, aty po afër e kam një farmaci me makinë, se unë shkoj çdo herë me makinë që e marr, e paguaj me të drejtën, dhe e shkova shpejt në farmaci, ajo farmacistja e bëri gati atë shiringën me sa u donte dhe ja dham gocës që e pivi shpejt. Kur shkoj në shtëpi, e pash që nuk ishte për më majtë në shtëpi ajo. Lajmërova doktoreshën time, pra faleminderit për asaj, se vjen nga Tirana, vjen aty. Do më thënë i bëri gjitha përpjekje derisa përfundoi në spital të lutem. Erdi me vrak, edhe ajo e pa, e kontrolloi ta lindi sido që tjetër, qojë në urgjencë, direkta mos e majmo. Dhe unë me sekonda e nisa për në urgjencë. Kur shkova në urgjencë, ishte një, ajo që është aty, e mori, e vizitoj, tha, do të ashtrojmë ta pa tjetër. E lajmërove nënën e vajzës? Në ato moment, para se ti kisha për spital, dhe që kishte temperaturë, filloj shkruj me nënën e vetë, i them goca është e smur, ku je, unë po e nisë për spital, dhe kur u shtrova në spital, i shkruj prap, jam shtru, jam filan kat, i fjalë, çdo lëvizje që kam bo, unë nënën si kam shkruj. Sa ditë që ndrojmë besa në spital? E shtrova të mërkurën në orën 11 të drekës. Po? Se në orën 9 të mesha, në 11 të qova, se jam dhe unë pak largë nga fshati Rrushkull me sot. Nga e mërkura deri ditën e? Nga e mërkura, deri ditën e premte në mëngjes deri nga ora 12. Goca ka qenë në spital. E bënit me turne, besoj jo? Ashtu si që më ke treguar. 24 orë pa lëviz, unë, djali pa lëviz fare. Pa lëviz. Djali i përkunte që i krevatin këshu, unë të koka, tu ja bojz me faleminderit edhe Durrësi kishte shërbim, më kanë bo shërbime të drejtën, ato i fermjerë, më vishin gjdo 5 minuta, se ajo temperatura gjdo orë, ingreshi ulesh, pa mjekim nuk u bonte. Dhe tentu t'i veshin vigonin shpejt, që të bënd t'i antibiotikun, i plasishin ato venat nga ajo, se goca nuk është se kanë qukto në për spitalet, mirë, janë detaje të panevojshme në fakt për fëmijën. Ju e keni bërë me turne, qëndronte edhe nëna, qëndronit edhe ju? Jo, të ndalojmë tuke nëna pak. Në orë 11 e shtrova në spital. Kam shkruar që të vi nëna, nuk u përgjigj. Kam marrë socialin, kam vu djeni që gocën e kam shtruar lajmëroni nënën. Sociali ka thënë nuk na i hap telefonin. Kam marrë shefin e zonës policinë e Manzës. Po ju tha që edhe ajo ishte e smur, nuk e dija që ishte e smur, nuk e dija. Dakord, pra, po e lajmëroja. Kur ka ardhur nëna që t'i lëm këto, ke lajmëruar gjithë institucionet mjafton, nuk ka nevojë me shumë detaje se fluturon koha dhe më duhet të dëgjoj dhe zërin e zonjës. Dhe kur vje funi, nëna ka ardhur në orën 9:30 të darkës, mbasi kam lajmëruar, mbasi kam, jo, nuk ishte arsyeja kjo, kishte arsye tjetër. Dhe mbasi kam lajmëruar Durrësin pasaj. Jo Manzën që unë jetoj, po kam lajmëruar Durrësin dhe Durrësi është bërë problem që ka shku pop ke shtëpia i ka thënë fëmija është spital, ku je 3 vjeç e gjys fëmija. Kur ka ardhur në spital nusja tashti, edhe e kanë pyet sociali, a djali ime ka pyet atë nusë, nuk e di, tha se nuk erdhe më shpejt, nuk kishim makinë, pritëm xhaxhin, s'kishim jo socialin pas ka thënë. Më ka thënë sociali që pritëm makinën, pritëm xhaxhin. I kam bërtit, tha me thënë drejtën, tha i bërtita, tha që si ta me fluturu për fëmin ta, ç'është kjo, ju me fjalë, kjo socialisht i e ka pas situatën freskët tash me premten, dhe më thotë që i kam bërtitur, i kam marri çik forcë që pas të drejtë, që kjo ndikohet nga familja, me fjalë, me rastin e spitalit, sociali më thotë që pas të drejtë që kjo ndikohet nga familja, se një nënë që të marri vesh lajmi në orën 11 drekës dhe të vinë orën 9:30 ke fëmija, do jetë ndikimi familjes. Kur erdhi në spital, erdhi me gjithë nënën e vetë. Dhe me të hyrë të fëmija, po më thotë mu qëfar ka fëmija. Me një sjellje, si nëna vetë më shumë, me një sjellje si ta them, si arrogante.
sikur ishin kërkues ndaj me, sikur unë isha fajtorja. Të lutem, zonja Lindita, në qoftë se ty të merë policia, shërbimi social i Manzës, të merë shërbimi social i Durrësit, normalisht, ka shumë institucione, të marrin dhe të telefonojnë, e merë ti, i shkruan ti, normalisht edhe ajo ndjehet e shqetësuar, sepse thot, e qova për të takuar babajnë dhe ndërkohë përfundon në spital. Jo, ajo e dinte që ishte smur, ishte me Jo, pa diskutim, ajo e dinte, por nuk ka vlerësuar për atë neglizhencën që ne flasim, dhe ajo aroganca që ti thua, është një lloj shfaqësimi që çfarë po ndodh. Po pra, kështu më duk, dhe ashtu ishte shenja. Dhe më thot, po çfarë ka fëmia? I thashun ti e di se çfarë ka fëmia. Pyete në nëntate që ke, sa ajo na i dha. Atëherë ti thashun për më shumë, shko në infermeri, pyet çfarë ka fëmia. Sa aty isha mbi. Po pse nuk mund t'ja shpjegoje dot ti Lindita? Jo, nuk mundësha, se unë kisha gocën para syve, isha në momentet që unë qetësia absolute. Ishte absolutisht shumë rënd fëmia. Shumë rënd. 2 ditë, llogaritet, qa 2 ditë, 2 ditë. Të mërkurën me fjalë gjatë gjithë ditës që e mora unë, as ujti nuk ma pivi fëmia. Qartë. Absolutisht ishte shumë keq. Nëse se po fokusohemi në detaje dhe minutat fluturojnë dhe ti ke një incident akoma dhe më të madh nga mënyra se si ka dalë ai fëmijë nga spitali. Mua më duhet në këto momente të lidhem me nënën e fëmijës, për të ditur si është fëmia në këto momente, por njëkohësisht të mos kapemi se ti mban mend me detaje. Detajet vërtet e bëjnë diferencën, por nuk ka mjafton thuash fjalën institucion. Megjithatë, me sa njoftohem nga regjia, flitet që numri nuk ekziston, ndoshta është WhatsApp, unë mundohem në këto momente në fakt të lidhem nga WhatsAppi, sepse numri ekziston, pasi ti në fakt je lidhur dhe unë e pash. Për momentin mua më del që nuk ka internet, nuk e di, e ka vetëm WhatsApp këtë numrin, apo e ka edhe numër? Se më duhet të... Ky numër është i fikur nga dora e babait vet. Për çfarë arsye? Dhe nuk e lejon që ajo të ketë komunikim me neve për çështjen e fëmisë që të merremi vesh. Është e kotë që unë t'i bie në fakt të zonjës, sepse nuk ka internet. Nuk e di në qoftë se funksionon në numër apo jo, por përderisa... Kur erdhi në spital, i thash, a ku e ke atë telefonin, i thashur, shiko pak sa thirrje kam thirrur në telefon. Ku ke folur për herë të fundit nga ky numër? Ditën e mërkurë. Me fjalë kontakti funit me nusën unë ditën e mërkurë. Si e nxori ajo vajzën nga spitali pa djenin tënde? Dhe si nda turnet me njëra tjetrën? Se ti e personi përgjegjës që e dërgove në spital, ndërsa ti ditën e premte nuk e ditur se ku ishte fëmia. Me ti kur unë e hoqe dhe nuk dija sot se ku është fëmia. Sa ditë ke qëndruar me mbesën? Kam qëndruar mërkurë, të premtën deri në 12. Më shumë se 48 orë. Po patjetër aty kam qenë. Po, pse u largove ditën e premte dhe pse u prit momenti që ti u largove? Ja të tregoj motra jote. Unë kur erdhi të mërkurën ajo ne i tatnat aty. Të nesmit i thot nëna kësaj nusës, i thot hajde ti kim shtëpi. Edhe ajo i tha jo, tha unë nuk vin shtëpi, tha ajo. Unë do rritha se kam fëmin këtu. Nguli kom aty. Dhe nejti me neve, me djalin, me mu. Kemi nejtë shumë të qetë, shumë normale, duke bo shërbim njoni tjetrin, paktën e kisha nënën aty, diçka e gjohë, ishim shumë mirë. Me fjalë edhe ajo ishte smur, unë më shumë duke e një mu edhe ate, edhe këte. Në momenti që do vente vigonin, që do vente goca, nusës që tu i ra mrapsh koka, me fjalë ishte tensioni ullët, që tu urzu mrapsh. Una një dorë mbajta gocën, një dorë mbajta nusën. Edhe bërtita i fermierës, ka pe shpejt se ratësh, edhe jep një qik alkohol se në moment tash ajo do binte. Ku nëna vete nusës, ishte kedera dhe nuk po ragon të hiq. Unë shpëtova dhe të këtë voglën dhe këtë madhe. Dhe pastaj, më shumë i kam thënë nusës që shtriu, pështetu, se më vite keq, me thënë drejten, vite keq. Edhe më i kam bërvet shërbim, kam nejt afer, ato të infermieris më kanë ardhë, shumë bukur. Të nesmit ashti, të nesmit, i them nusës unë po iki në shtëpi, po bëj qik supë fëmis që ta ushqej, sa ajo supën time, që e vogël e ka hangër dhe një kokër vezime, mi ka hangër gjithmonë. Dhe thash, po i bëj qik supë, ndoshta ushqejmë pak se i ka ra trupi komplet, nuk po mera sujtis po pinë. Shkova shpejt për 2 orë, me makinë kam shku, me makinë kam marrë robat komplet fëmis, kam marrë karrosin që e kam shtëpi, kam marrë një ngrofse për me ngrof dhomën se ishte ftoft atje, dhe në momenti që vi, e ushqej fëmin me 4 lukë supë. 4 lukë me numër e kam fut në goca, edhe antibiotiku filloj duke marrë qik vetën, goca pak gjohë, shumë pak, po më shumë ishte vetëm gjëndi gjumi, se kolli nuk e lente fare. Kur
Të nesmit të premte në mëgjes, vjen nëna e kësaj. Edhe kjo tash i bizeton me djalin, nusja bizetojnë me djalin. Po ka nejt me djalin atë natë, sikur nuk ishin të ndarë, ishin po njësoj. Aq mirë si që kemi qenë në shtëpi. Nuk ishim as një lloj gjoje. Me fjalë, kjo është ndikimi familjarëve se nusja dhe djali janë shumë të qetë. Pra, pa ndikimin e atyre, ato janë shumë mirë. Shumë mirë janë, edhe me mua. Vjen nëna e saj, të lutem, se s'kemi më kohë Vjen nëna vet aty, kur vjen nëna vet presin doktoreshën, unë nuk u largova herë, se lam me nusën që ti kishim neve pak në shtëpi, me fjalë që të bëja një sup tjetër. Ti dhe djali. Unë dhe djali, dhe tu kthenim shpejt, që pasaj nusja të shkonte tu shplot ajo ke shtëpia. Pra të bëni turnet tuaja, po. Në atë kohë ditëm djalit, unë ikë përpara ti, the mu se unë nuk iki do, se ora 6 e mjesit gocat ditën e premte kishte temperaturë, si çdo ditë tjera. Dhe infermierja tha të presim, mos ta reagoj vetë trupi fëmin ta temperaturën ta, në qoftë se s'reagon ta, ne do t'i japim mjekimin ta, se do t'i bëjmë antibiotiku. Dhe kështu bom. Në momenti që unë erdhi doktoresha e spitalit, shefja pavionit, që ta ngjoj shumë mirë që unë për atë shefe po flas këtu. Dhe erdhi, nëna dhe nusja dhe nën me nënën e vet, i rrishin doktoreshës kedera, ke infermeria. Unë me gocën mrena, u përplas me te, tu e majtë këshu, s'disha gjo se qa bëhet ati në koridor. Djali kishte i shpi. E hap derën u që shëtis gocën nga një qikë shu që me u ashu, shofën të dyjat në derë doktoreshës. Thash mos rria tje, thash nusës, thash hajde mnimo këtu. Mere peshqirin, thash e du me shku me shpla gocën, thash edhe hajde mnimo. Erdhi ajo me peshqirin, shplava gocën. Në momenti që shplava gocën e thava, ajo mori peshqirin, hiku shpejt. Unë lava sytë, kthe kokën, me marrë peshqin e fshisë sytë gocës, nuk ishte nusja. Kishte shku po prapë këtë dera doktoreshës. Mirë, e ndalojmë këtu, edhe pse ta kam të rrequr disa herë vëmendjen, janë disa detaje, Po, ke drejtë, se kam shumë. zonja Lindita, që nuk janë të nevojshme, duhen përmbledhur. Kam fluturuar në fakt dy pjesët e para dhe pjesa e tretë i takon këtyre dy zonjave të nderuara, por unë do t'jap fjalën për mënyrën, në qoftë se do ma thuash me një fjali se si është larguar fëmia e marrë nga nëna, dhe që nga ajo ditë, nga e premtja deri sot që flasim, ti nuk ke asnjë lloj komunikimi me to, ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi në studio. Në bas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë për të përmbyllur atë çfarë po denoncon kjo gjyshe 56 vjeçare, ndodhit e fundit me mbesën 3 vjeçe gjysëm në urgjencën e spitalit të Durrësit, ku ka vajtur ditën e mërkurë me një temperaturë shumë të lartë dhe po tregon momentet e fundit të ditës së premte. 2 ditë më pas, rreth orës 6 të mëngjesit, e gjithë familja, pra, prezenca e gjyshes, ish vjerës, babait të voglushes edhe nënës, në orën 6 të mëngjesit ka bërë një temperaturë ku stafi mjekësor ka thënë që le të lëm vajzën dhe trupin e saj për të përballuar këtë temperaturë, në të kundër do ndërhynin ato përsëri me medikamente. E rëndësishme është që është shumë për ta diskutuar në këtë studio se ditën e premte, rreth orës 12, edhe pse atë ditë voglushja 3 vjeçe gjysmë kishte bërë temperaturë, është marrë nga ana e nënës dhe nuk e di se si është lejuar nga stafi mjekësor i spitalit të Durrësit. Dua të ndaloj vetëm në këtë moment. Rreth orës 12 i e larguar, më the? Po, sa jam larguar unë? Temperatura i ra mbesës? I ra në orën 6, mi fjalë nga ora 8 i ka ra temperatura, bën mjekimin antibiotik, dhe unë u largova. Në moment që jam larguar, nusja ka thënë doktoreshës, mund ta marrë fëmin se i bëj mjekimin pra, ke shtëpia, po kur kam ikur unë, më ka rujtur mu kur kam ikur. Ka kërku doktoreshës që të ma jep fëmin se i bëj mjekimin shtëpi se jam në punë. Ajo i ka bërë pyetje që kush ta mban fëmin në këtë gjendje, ma mban në naime, se kishte në nën pranë. Atëherë doktoresha ka bë daljen, ka hikur. Ti si e mësove, kur vajte në spital e mësove këtë gjë? Unë i kanë shpi, në moment që hynë shpi, vjen haberi, i kishe thënë nusja në telefon djalit që i ke me robat ke spitali, se unë e mora fëminika. Kaq, as i gjo më shumë. Si me robat ke spitali? Kaq, me robat e fëmis. Po pse ajo nuk ishe në gjendje të merrte robat? Mori vetëm fëmijën, po robat e... Ishin robat që kisha që unë gjithë, se ajo erdhi spital, as një paltuta si pruri fëmisë. Pra, ju keni robat tuaja për mbesën? Komplet, robat, karrocën, ishin gjithë robat e mia që i maj unë shpitime, që i kam që unë të spitali. Se ajo si në spruri as një paltuta.
asnjë gjë. Okej. Dhe shko meri rrobat i thot djali, thot edhe se unë ika. Kaq, se si iku, se ç'a boni, nuk është dim asnjë gjë. Në atë kohë unë e djali ngremin ikim të Durrës, shohim dhomën, ishte vërtet bosh, rrobat e mia. Në atë moment lajmëroi Durrësin, policin. Erdhën atje, 3 burra dhe 2 gra, e verifikun, ta dhe hajde bë denancim. Dhe kam bë denancimin, ikja e fëmijës në atë mënyrë. Tashi jemi proces kur të më thirrin dhe shkojnë atje. Edhe kam kërkuar Pra, atje. ke bërë një denuncim për marrjen në mënyrë të padrejtë nga ana e nënës, duke qenë se ti ishe personi pa u lajmëruar jati. Në kartel kur është bërë shtrimi, i jati e ka dorëzuar fëmin, ka lënë një numër telefoni. Doktoresha kur ka bërë daljen, nuk e ka lexuar atë kartelën që kush e shtroi këtë fëmijë, si erdhi ky fëmijë. Po patët një ballafaqim me stafin mjekësor? Akoma se kam, vetëm nëpërmjet telefonit. Atë ditë që vajte dhe lajmërove policin. Nuk e pyetet doktoreshën të lutem, unë sa u largova. Fëmia në orën 6 të mëngjesit ka bërë temperatura i ka rënë në orën 8. Si ka mundësi që pa bërë 24 orë fëmia pa temperaturë, 48 apo 72 e din protokollin vet ata mjekët, po disa orë përpara daljes, fëmia ka bërë temperaturë. Këto janë të shënuara gjitha në kartel. Nuk e kam gjetë, kam shku, nuk e kam gjetë. Nga e premtja deri sot, ke folë me nusën? Me nusën, fare, nuk kemi asnjë kontakt. Kur them ti, flas për djalin tënd. Për djalin normal, se pra, ju nuk keni dieni se si është gjendja e fëmijës. Me dal nusja që më thën djalit që goca është mirë, kështu, vetë personalisht. Po ju nuk e diskutuat kur ishit gjithë natën bashkë dhe çifti theti ishin jo, nuk e kishin këtë plan. Nuk e kishin këtë plan që të ishin. Po çfarë plani kishin? Që me ne të shërbej fëmijës. Me kështu, me orare erën e vera atje. E shtuna e diela është pushim. Po. Pra, unë këtë nën nuk e kuptoj pse se la edhe të shtunë edhe të djel, dhe në qoftë se ishte në punë ditën e hënë, le të shkonte të punonte. Nuk di asnjë gjë, por ose të kujdeseshit ju. Nuk ishte kjo ishte plani i babait vet që ta hiqte nga spitali gocën e vet. Gjithsesi ti ke denoncuar në policinë e Durrësit. Po, kam denoncuar. Dhe po pret tani ballafaqimin me to. Ballafaqimin me familjen dhe me nusën që të largohen familjar, të largohen nga nusja dhe t'i lejnë 2 prindrit kujdesen për fëmin. Ky është denancimi. Ata do largohesh edhe ti, ë? Unë jam e para. Unë jam mundu gjithmonë, unë nuk ndërhyj, kam thënë, unë e kam kërku. Shiko, gjithse cili ka rolin e ti, gjyshi duhet bëj gjyshi. E di ku e kam rolin tim, kur djalit ma bjen në babaj. shtëpi. Kur djalit ma bjen në shtëpi, unë e laj e shplaj i bëj shërbim. Kaq, ama që të shkoj kështu të ndërhyj, jo. Zë Lindita, e ke lënë njëherë djalin tënd ti bëj shërbim? Ai bën më shumë se mua. Ai bën më shumë se mua, po ta shikosh më shumë se mua i bën. Për ta dramatizuar pra, po bëjmë këto pyetje dhe po ta shikosh edhe busjeshe në fytyrën time, se i shikoj që je një gjyshe e përkushtuar. Ai bën më shumë shërbim se mua. Qartë. Dua të ndaloj pak tek psikologja, tek Eksena në lidhje me raportin e kësaj mamaje të një fëmije 3 vjeç e gjysmë, nga të gjitha ato çfarë tha zonja, një neglizhencë, 10 kile peshon fëmia, vajtja në spital, mënyra e marrjes nga spitali. Shikoj, se zonja vazhdimisht e përmend që çifti është mirë me njëri tjetrin nëse nuk do ketë ndikimin e familjes. Sigurisht e vis nëpërmjet këtij emisioni riprekim përsëri dhunën në familje. Që do të thotë që nëse vajza, nusja aktualisht është rritur në një familje të dhunshme për shumë arsye, ku nëna nënshtrohet dhe fëmia vuan pasojat, jemi në atë lloj cikli vazhdimësie të dhunës që edhe përse fëmia kërkon të ndërtojë një jetë, dhuna nuk del nga cikli i saj dhe e dikton vajzën në të gjitha format. Dhe kuptohet që vajza, nusja, ka pasoja si rezultat i këtij abuzimi që mund të jetë i natyrave të ndryshme dhe nuk shkojmë dot më tej sepse s'na i lejon mundësia që kemi. Pra, do thotë që duhet të kuptojmë nënën e vajzës, që të kuptojmë neglizhencën që ajo ka ndaj fëmijës së saj. Pra, nëse është një nën e dhunuar, në cilën duket që babai ende e ushtron ciklin e vet të dhunës, qoftë nëpërmjet nënës, por qoftë edhe nëpërmjet presionit që i bëhet, do të thotë që vajza nuk ka dalë nga cikli i dhunës, që do të thotë nuk është në gjendje sepse nuk flet. Pra edhe nga shërbimi social, që ai për mua është irritimi më i madh, pra të dhimbset një nën që ri kështu, dhe të mos thuash profesionalisht se ky qëndrimi i kësaj vajzës kështu, do të thotë që mund të vuajë nga një çrregullim, që vjen si rezultati i këtij abuzimi dhe automatikisht nëse i ke vënë këtë emër kupton përse kjo nën nuk mund të mbrojë. Janë profesionist thua ti? Jo. Pra nga ajo çfarë zoni është neglizhent. Pra nëse tek ne shërbimi social nuk kupton që ka të njëjtën vlerë si gjykata, sepse nuk mund të presësh gjykatën,
në këtë moment që të vlerësoj ato çfarë shërbimi social. Shiko, unë them që këto institucione Linditën, zonjën Lindita e shohin si ish vjerë, jo si gjyshja e fëmijës. Për te, ai është një faktor që po të tregon... Ajo është më luftarakja në gjithë këtë histori, bashkë me të birin. Patjetër dhe duket nga mënyra se si e tregon, pra nuk ka nuanca as zemërimi ndaj nusës, thjesht po përpiqet të tregoj se çfarë është duke ndodhur. Dhe sinqert, thotë ditët e fundit të mërkurën në darkë edhe të njëjtën në darkë, ato dukeshin me njëri tjetrin aty ku e kishin lënë marrëdhënien e tyre. Nuk dukeshin si çifti i divorcuar. Sepse pikërisht pra tregon atë çfarë është duke ndodhur, pra nuk as po e zmadhon, as po e zvoglon. Po mirë, viktimi i gjithë kësaje e kthen është një fëmijë 3 vjeç e gjysmë, e cila peshon 10 kg. Ka viktima të tjera, pavarësisht se ne sot... Po tregon zinxhirin e viktimave. Patjetër. Pra, pavarësisht se ne sot e ngrem zërin, sepse është fëmia i cili ka këto elemente të cilat duhen urgjentisht nga shërbimi psikosocial të vlerësohen, pra një fëmijë i neglizhuar, një fëmijë i cili peshon 10 kg, pra një fëmijë i cili ka vështirësi të ndryshme shëndetësore. 26 me parazita, një të lutem. Pa tregon neglizhencë, sepse nëna vetë nuk është në gjendje, pikërisht nëna vetë nuk është në gjendje, pra që këtu fillon, pra një nën e cila hyn në një marrëdhënie, pra në një familje të sajën, që e ka thënë dhe në emisionin, pra që edhe këtu nuk më lë rahat, pra do të thotë që babai nuk e ka ndërprerë ciklin e abuzimit. Po mirë, nëse kemi një baba abuzues, unë e di që prindrit zakonisht duan ta shikojnë fëmijën e tyre sa më të lumtur. Ky është ideali që ne kemi ndërtuar për shoqërinë e vis. Por e rëndësishme është çfarë tregon shoqëria, që nëse është një baba abuzues me alkoolin, do të thotë që ai nuk ka qenë vetë në gjendje për të prindëruar. Dhe nëse e përdor fëmijën e tij dhe për arsye financiare, pra e merr nga familja sepse del jashtë kontrollit dhe e përdor për arsye financiare, atëherë nuk I themi dot prindërim këtij babait. Pa dhe ajo çfarë është dilematike është, duhet të presim aktin përfundimtar. Pra ai është I gatshëm që në këto qarqe kaq të mbyllura ku paragjykimi është shumë herë më I madh se sa qendra e Tiranës, është më mirë të kthej vajzën e tij në shtëpi për këto arsye që ti thua, po së bashku edhe me një fëmijë. Është I gatshëm për ta bërë këtë gjë. Pra, nuk I intereson fare lumturia e së bijës. Patjetër, ne po flasim pra, nëse zonja thotë që është I baba I cili është I alkoolizuar, I cili dhe në familje dhe brenda shtëpisë nuk e ndan alkoolin, do të thotë që kemi një çrregullim tjetër, kemi një vështirësi tjetër. A mund të bëj pak psikologja? Po. Se ke fjalë shumë të vërteta dhe të sakta. Nuk I bë përshtypje që iku me fëmijë, se ato I kishin që jo vetëm kjo e bija, po edhe tjerë, personat familjar, shkonin merrnin nga I fëmijë vishin po prapë në bazë. Kjo nuk u bote përshtypje. E para. E dyta, unë I kam thënë, jo më larg se dje, I kam thënë psikologës që na përfaqëson sukt. I kam thënë, unë si gjyshe nuk kam shkollë një uri, por me sa kuptoj, shiko bëj punën si duhet. Merë nënën dhe bien, gocën, verifikoj I kam thënë, pse fëmija qanë kur afrohet nëna? Pse nuk ka ngrotësi fëmija kur unë e qoj fëmijën edhe ja lind durët e gjyshës, që e vogël 14 Lindita, se nuk kam kohë. Këte kuptoj që ka diçka që goca e vogël, këtë radhë që unë e ka majtë më një javë, I thoshim do shkosh te mami, do ikët me fjalë përgatitshëm në momentin që do ikte se unë su keq, u thoshte, jo, unë arrit te babi te nona, voshana betet. Okej. Mirë, pra, diçka ka këtu. Dyshimi, diçka ka këtu. Se edhe nëna, më fal pak, edhe nëna është e ftoftë nga ftofësia prindërore që ka marrë, dhe më gjatë se vetë ftofësi për kalon këtë fëmija. Qartë, ta lëmë ekspertin të flasi, po. Po. Ka shumë për thënë Lindita, do ta rikthejmë këtë historinë, pa dyshim. E drejtë, dhe kjo është e rëndësishme pa që të kuptohet, që babai është ai motori I dhunës. Motori I cili ka prishur ekuilibrin të nënës, së vajzës, të vetë vajzës dhe aktualisht po prish edhe ekuilibrin e pra fëmijës. Pra cikli I dhunës nga babai tek vajza mund të kalojnë dhe nga vajza tek mbesa. Patjetër, sepse nuk është ndërprerje. Përderisa ajo thotë që nëna bërtet. Jo vetëm aq, po është transferuar në një familje tjetër aktualisht cikli I dhunës, sepse ata duke mos e kuptuar se çfarë është në gjendje të bëjë një abuzues, dhe duke mos e ndërprer, sigurisht që mendojnë që ka një gjë që nuk shkon, por askush nuk futet në familjen e tyre. Në këtë moment kemi nevojë për shërbimin psikosocial dhe nuk kemi nevojë domosdoshmërisht për gjykatën, që të thotë që kjo nën
për shkak të këtij abuzimi që mund të jetë i natyrave të ndryshme, nuk është në gjendje dot të prindërojë sepse ende nuk është ndërprerë. Pra ajo nuk ka thënë që unë dua të dal nga familja ime se jam e dhunuar, është brenda ciklit dhe të thotë që hajde më shpëtoni, nuk ka dal ajo. Prandaj është shërbimi psikosocial që pa dal nëna sepse nuk del dot, nuk mundet dot, se ka në dorën e saj. Për shumë arsye ndërhyn dhe e ndërpret këtë lloj cikli. Si duhet ato marrin vetëm ankesat e zonjës Lindita? Dhe përpiqen të bindin zonjën. Po nuk është shërbimi psikosocial ky të bindin zonjën. Pra zonja është një nxitje, është një denoncim, është një dhënë që tregon. Thua i hyn me profesionalizëm me kaq detaje sa ka ty të detyrë deshën. Shërbimi psikosocial, pra shërbimi në vetvete për këtë qëllim është ndërtuar, që aty ku nuk ndërhyn gjykata, pra ose pa që në nevojshme, pa që një vepër penale e madhe, një vrasje apo diçka tjetër, ndërhyn shërbimi psikosocial për të thënë që në gjendjen aktuale që ata vlerësojnë, tregojnë që aty gjërat mund të përkeqësohen, sepse din të vlerësojnë në mënyrë profesionale. Dalja në mënyrën se si ka dalë ai fëmijë që ka bërë në orën 6 të mëngjesit ditën e premte një temperaturë i ka rënë në orën 8 dhe në orën 12 ka lënë ambientin e spitalit, mund të thuash ti që dëgjoj se unë jam në punë të vësh punën tënde, duke i ditur që shërbimin fëmia e ka, se ka babain, ka dhe gjyshen, ka dhe prindrit e tunë. Është e drejtë, pa nëse ka shtuar babai dhe e nxjerr nëna, pra ky si spital, pra si nuk arrin dot të kuptoj, sepse dhe spitali e ka të drejtën të tregoj shërbime psikosociale. Sa orë duhet bëj fëmia pa temperaturë? Më shumë se sa 24 orë. Patjetër që në orën 8 i bie dhe në orën 12 mbas 4 orësh të nxjerrë. Ka dhe shumë faktorë, jo vetëm temperatura, pra ka dhe shumë faktorë të tjerë të cilët duhet të stabilizohen, pra që fëmia duhet ishte lajmëruar dhe babaja ishte dakord apo jo, se ishte numri i tij në shtrim. Nëse ka shtuar babai, nuk bën sens që ta nxjerrë nënën dhe ti mos ka njoftosh. kuptuar mjekja që ka të bëjë me nënën, kur ajo nuk ekzistonte aty fare në kartel. Sepse është edhe një gjë, pra shërbimet sa ty mund të shkoj kushdo, thotë jam unë nëna. Shërbimet duke qenë indiferente dhe jo profesionale, në dinamikën e problemeve që ka në Shqipëri, kanë tendencën që si të thuash, të manipulohen, ato që zonja e vërtet e përmendi, që ndodh kryesisht në ciklin e dhunës, të manipulohen ndoshta nga roli që ka bërë nëna, sepse ka patur presion e babait të saj poshtë, dhe sigurisht kanë ndjekur interesin më të lartë të nënës. Qartë, dhe çfarë do zgjidhi pikërisht kallëzimi jot në policinë e Durrësit, na një Sara Demrozi, avokatja jonë. Ndërkohë mund ta fillosh komentin tënd ligjor ku të duash, ose nga kallëzimi në policinë e Durrësit, pash që nuk ishe dakord apo kundërshtove në një moment ose kërkoje një fakt shumë të thjeshtë që nëna nuk e ka humbur kujdestarinë e vajzës. Jo, patjetër. Secili nga prindërit ka të drejtën të vendosi për fëmijën a do dalin nga spitali apo jo, pavarësisht se e ka bërë kundër këshillët e mjekut. Është një veprim i gabuar, po, është i kontestueshëm, po, por ama nuk është i palishëm. Këtë dua të them. Gjithsesi, zonja ka përmendur disa herë që nuk është babai? Jo, nuk e ka për detyrë me njoftuar babain, sepse të dy prindërit kanë të drejtën mbi fëmijën e tyre. Po, edhe kur janë në proces divorci, edhe që ato e kanë përfunduar divorcin pritë zbardhja e vendimit. Në zbardhjen e vendimit do të shikohet regjimi i takimeve, sa herë në javë do i takoj nënës, sa herë në javë do i takoj babait. Këtu ndalim. Pra, ditën e mërkurë është dita e takimit të babait me fëmijën. Aty fëmia bën temperaturë. Nga temperatura dërgohet menjëherë në spital. Dakord. Kërkoj ndjesë, nështë edhe për të kuptuar, pra ju mbet babait e drejta për të njoftuar me që janë të divorcuar. Ju mbet babait e drejta për të vendosur nëse fëmia bën temperaturë gjatë momentit të takimit. Po, të dy e kanë përgjegjësinë prindërore. Pra siç e ka babai dhe siç e ka nëna. Po, në këtë moment ka vendosur nëna që unë si nën, si prind, do të nxjerr nga spitali, pavarësisht se është kundër këshillës së mjekut, po e nxjerr nga spitali. Nuk është njoftuar babai, nuk e ka për detyrë spitali me njoftuar babain, sepse presupozohet që prindërit janë të pjekur dhe komunikojnë midis njëri tjetrit, edhe siç vlen një prindër, vlen edhe prindri tjetër. Tani, pas procesit e zgjedhjes së martesës, po pranimi i kallëzimit nga ana e policisë pse u bë atëherë? Do bëhen verifikimet sepse do shikohet në qoftë se është marrë vendimi duhur nga spitali apo jo. Pra, këtu po dalim. Patjetër. Unë nuk po them që e ka bërë një gjë të mirë, po them që nuk është komplet e palishme, se ajo e ka autoritetin si prind që ta bëj. Tani, se nuk është komplet e palishme, ne këtë gjë e kuptojmë që ka shkelje në këtë rast. Ka shkelje sepse komisariati ka marrë kallëzimin. Ka vajtur me njërë dhe ka marrë. Ka bërë verifikimet edhe kjo, po nuk është ky thelbi çështjes së sotme, sepse problemi kryesor është
fakti që nëna gjyshja këtu ka treguar që fëmia keq trajtohet, ka nevojë, është 3-4 vjeç që ka nevojë për logopedist, nuk është në peshën e duar për moshën që ka, nëna e vetë është neglizhente, ka infeksione. Pra, kjo po tregon vazhdimisht që nëna nuk është e aftë për të kujdesur për te, dhe familja dhe shtëpia ku ndollet, pra shtëpia e nënës, nuk është shtëpia e duhur që mund të japi fëmijës interesin e vetë më të mirë, që të rritet i shëndetshëm, ose e shëndetshme në këtë rast, që të jetë e shkolluar, që të vazhdoj të jetë e qetë, mos të jetoj në ankth, mos të jetoj me dhunë. Pra, të gjitha këto elemente shërbejnë... A mund të ndërhyj dhe këty pak një sekundë? Ja, një sekundë. Jo, prit pak, zonja Lindita, prit pak. Se është diçka me rëndësi ke doktoresha, që ta nuk ka ja ta përfundoj Sara. Ja, një Po, sekundë. Sara? Të gjitha këto elemente përbëjnë një bazë të fortë për të ndryshuar regjimin e kujdestarisë. Në qoftë se gjykata, edhe zonja e uroj, edhe ne e urojmë dhe gjithë shka tjetër, ka vendosur se vetëm pritet arsyetimi, zbardhja, vendimi është marrë, që kujdestarin e fëmijëve për një vaj të fëmijës, për një vajzë 3 vjeç e gjysmë ja ka lënë nënës, pa diskutim. Si që ndodhë në 98% e rasteve. Po, kur nëna punon, dhe vajza nuk shkon në një institucion edukimi, si që është kopshti. Por qëndron në shtëpi dhe rritet nga gjyshja. Këtu kemi një barazim midis gjyshërve. Pse duhet kujdeset prindi jo dhe jo prindi i babait? Pikërisht prandaj po e them të gjitha këto. Prandaj po e them të gjitha këto. Ne po them që nëna është neglizhente, pra nuk po bën rolin e vet si nën, po jeton si një femër që punon, siç punojnë shumica. Shumë mirë bën që punon, duar trokitje madje. Kush problemi këtu? Problemi është që duan të presin nga shteti, jo. Bravo zonja. Tani zonja ka përmendur disa herë, ka vajtur në shërbimet sociale. Shërbimet sociale kanë detyrë që të bëjnë raport vlerësimi sa herë për çdo rast. Ti mbledhit e gjitha këto raportet, ti drejtohet gjykatës. Në qoftë se herën që vjen, do i drejtohet përsëri shërbimit social me ndonjë gjë, me ndonjë shqetësim për vajzën. Dhe shërbimi social nuk merr masat, sepse shërbimi social ka të drejtën që të parandalojë, siç tha mirë edhe Eksena, në rastet kur duhet mund të heqi përkohësisht kujdestarin, të bëjë një raport, ti drejtohet gjykatës që të bëhet rivlerësimi i kujdestarisë, kur fëmia ndodhet në rrezik. Qartë. Tani, zonja Lindita, unë jam në fund, kam kaluar çdo afat kohor, por ti ke një pyetje për Sarën. Mund t'ja bëjmë shpejt e shpejt, Sara të lutem përgjigjen sa më shkurt. Në momentin që ajo doktoresha i kam kërkuar një analizë urine, se po shfaqet diçka infeksion, dhe goca ka lind me ciste vezore, tash me bë një eko. Si vendosi ajo doktoresha, bëri daljen, pa i bërë këto 2 më kryesorët në spital. Sepse fjala e nënës vjen më shumë se tillë. Dhe e dyta. Mirë me daljen. Fjala e nënës nuk mund të vlejmë mbi profesionistin, të lutem. Kanë vendosur kundër, kanë vendosur o 100% që kanë firmosur, kanë vendosur kundër këshillit të mjekut që të mbahet fëmia në spital dhe e kanë marrë sepse nuk donin që të vazhdonte të rritë mjekja. Të versione ka bë mjekja, themu, se mjekja kur kam fol me mrapa në telefon ka thënë, jo po dhe fëmia ime smuret, jo po dhe unë ja linë në stime, jo po kështu, jo po ashtu. Kjo ishte përgjigja doktoreshës. Pra, ishte vendosur që në spital në urgjencë të bëheshin dhe këto ekzaminime, të cilat nuk u bën. Nuk u bën. Okej. E para, e qartë. Ta heqin nga spitali. E dyta. Mirë me aty kishte të drejtë nëna që e hoqi. Po mas daljes nuk ka të drejtë. Jo, ka të drejtë ligjore, por nuk kishte të drejtë në ekzaminimet nuk janë bërë. Dhe mjekja ka thënë kështu. Të përshërben gjitha përbas për të marrë kujdestarinë e fëmijës, pavarësisht se zonja ka thënë disa herë. A duhet të firmoste kjo mjekje për daljen e këtyre ekzaminimeve pa i bërë? Jo, besoj. Jo, s'ka problem, tha. Ti nuk e merr. Ka firmosur nëna do ta nxjerr tani. Të lutem. Më fal se po e transformojmë bisedën tek çështja e spitalit. Atëre po më lër ta mbaroj pyetjen, do ta kuptosh. Mjekja ka për detyrë të njoftojë policinë dhe të njoftojë shërbimin social që nëna po merr pa ekzaminuar dhe mund të vini pa këtu apo merr bëj çfarë të duash, mjafton firmos ta heqë nga kurrizimi. Nuk e ka për detyrë. Po ka për detyrë. Absolutisht Sara ka për detyrë, sepse kur një fëmijë keq trajtohet dhe nuk i bëhen. Ajo nuk e verifikon keq trajtimin e vetë. Neglizhohet. Pra, është një protokoll, Sara. Është një protokoll të cilin unë nuk ta miratoj ty, por nuk doktoresha e ka miratu se unë thras institucionet. Janë institucionet që vendosin pastaj. Për me marrë këte që thot
Pa e thiri zonja Shi që ka bërë doktoresha? Jo, institucionet janë thirë në orën 12, Sara. Ne po themi nga ora 8. Pa jo nuk e parandalu, nuk e mban dot fëmin peng, mo, doktori, për që lidhe ka? Pra, nuk e mban dot fëmin peng, se unë nuk dua të ta nxjerr fëmin, ti do firmosësh. Sara, është njësoj si kur të vijë një fëmijë lënduar, ke për detyrë të thrasësh policin. Do ta ketë vlerësuar situata ndryshe, pra do ta shohim tani, këtë është ndor prokurorisë, pastaj. Unë mendoj, kështu si e tregon zonja, të lutem Lindita. Po nuk e ka për detyrë të mbivendosemi tek njëri tjetri. Jo, po ka pyet për shembull infermierët si njihni nënën që keni pa këtu. Tani nuk pyetet infermierë se i njihni nënën. Ka besu ke nëna dhe jo ke fëmia që ishte në gjendje të smur. Por ti ke treguar një histori të dhimbshme për mbesën tënde. Edhe ke marrë gjithë këto hapa, gjithë këto mundime deri sot. Kjo histori do vazhdoj prap. Do vazhdoj prap, po i kemi jetët ligjore. I kemi jetët ligjore për të vepruar, këtë po të them. Në qoftë se herën tjetër që do t'i drejtohesh shërbimit social edhe një herë dhe nuk do të merren masat, atëherë ke të drejtë që ti ankohesh agjencisë shtetërore. 2024-2026 ka qenë ndërhyrja e emisionit me zemër të hapur që babai një herë në javë të paktën derisa të vendoste gjykata se sa herë në javë duhet ta takonte babai vajzën, ka qenë ndërhyrja jonë dhe nuk duhet ndërhyrja një medias. Dhe unë kam shumë besim tek zonja Lindita Shala që kështu ka ndodhur. Edhe mjekja duhet të thirrte shërbimi social, të thriste të gjitha shërbimet, edhe psikologën e spitalit mund ta thriste, edhe policin, që nëna po largohet pa bërë këto ekzaminime, ka bërë temperaturë në orën 6 të mëngjesit. Sara, unë të falenderoj, ne do ta vazhdojmë këtë histori. Nuk duhet mjekja të pyesi infermierët, a është kjo nëna dhe si është sjell kjo nëna, fare absolutisht, por thrasim dhe babain dhe me mirë kuptim, të thriste dhe gjitha institucionet aty se është detyre mjekës dhe jo të firmosi ta nxjerrin nga përgjegjësia e vet personale, sepse një nën mund të jetë gjithçka. E kupton? Mund të jetë edhe dhunuesja ati fëmije, mund të jetë edhe neglizhencia ati fëmije dhe ti nuk e ke sigurin se çfarë bën nëna se nuk e ka pronë fëmijën. Përderisa ky fëmijë shkon në spital, atëherë nuk i bën ekzaminimet, edhe ti si mjeke duhet këmbgulësh që të bëhen këto ekzaminime dhe pastaj merre. Faleminderit. Nuk ja bën dot me zor. Jo, me dhun nuk bëhet asgjë, po thirren institucionet pra, thirren institucionet dhe marrin një vendim kolegjal. Faleminderit Sara, faleminderit Eksena. Nuk na le ta ngrem ne zërin, por vazhdimisht këmbgul. Ne vërtet jemi me ty. Por kjo nuk do të thotë që besojmë 100% se nuk kemi edhe palën tjetër, zonja Lindita. Na lër ta mbyllim. Drejtoreshës socialit i lutem. Po pse ti lutesh? Ajo duhet bëj detyrën siç e bëjmë dhe ne. Mos besoj ke punojësi se njëra nga punojësit që unë kam çuar me shkrim drejtoreshës në dorë, ja ka dhënë punojësit socialit, kam shkuar që 2 herë, ma ka hap derën, kam nxjerrë për jashtë. I bisedojmë këto pas kamerave, zonja Lindita. Faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit dhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.